Banorët që jetojnë në zona rurale vijojnë të ankohen për kushtet në të cilat ndodhet bujqësia në vendin tonë. Liman Leshin nga fshati Gjorice Poshtme në bashkinë Bulqis thotë se historikisht bujqësia nuk ka marrë vëmendjen e duhur. Ai merr si shembull Gjoricën, fshati i cili sipas tij ka qenë shumë prodhues, por për shkak të problemeve që ka bujqësia, vitet e fundit është lënë më shumë tjerë. Leshi shton se për të rikthyer edhe një herë bujqësinë aty ku ishte, duhet dhënë ndihmë në uljen e çmimit të naftës, të farërave dhe plerave kimike. Po Gjorica historikisht ka qenë tokë prodhuese nga gjithë produktet. Edhe në kohët e regjimit, edhe pas regjimit, Gjorica është një nga tokë prodhuese që nuk ka mërmenja kudo mas të vend të dimës. Prodhon gjithçka ta mbjellish, por Gjorica ka lëgjohë sepse kjo qeveria e braktisë rini, duhet rinia të poloj tokat, jo ne. Pra po të ketë një farë shteti që të përkushtohet rinis, të përkushtohet bujqësis, të ullë plerat, të ullë naftën, Gjorica s'ka nevojë të rranë fëmijët tonë në migrim e fëmijët e gjithtive Gjorica apo të dimrës që këtë punin, tokën e Kerekut, tokën e Toljoni, se dha që bujqësi punin, do botë, do hanë, këto produkte. Nuk shkënë se veç ministra në vendet e markimit të Gjermani e Itali. Pra, bujqësi punin, gjunja zbila. Ku rrëdhe pranori që i shfrizon këkoka. Ato i mori lek, ata i loj. Kusë këtu janë tokë vetë, vaton vetë, më prodhin vetë. Shtetit duhet mobilizohet. Jo ki shtet. Ki që të vej, se ki me maqë për esarinia, apo kjo Gjorica, apo kjo Diva, kjo Shqipëri, me këndër shteti, me këndër kërministri, ku nona në kanë emë zotin. Por inshallah, me që janë ngretë to, ta ku gjëzër, këtë toka tonë, vatonë tonë, se Gjorica është tokë prodhuese. Nga ana tjetër, Liman Leshi shpreh se dikur prodhimi në këtë zonë ka qenë në maksimum, pasi atëherë kishte edhe kush punonte tokën. Limani shpreson se rinia në ditë do të kthehet në vendin e saj, pasi të rregullohet çdo gjë këtu. Për të ditë, gro, mesë, të gjithë produktet, lakra, boshi shpetët, dishin ka këshë i kamionat të, në fushë Gjorica. Ka tokë ma prodhuese. Por, duhet shtetit vendar. Uj, ka pas. Për pak gjohë, ne jemi mes dy lumeve morë. Të marrët rënë këtë vend, të të ketë ujë me vëllak, të bëhen të kanale, po këto ka me nëndizin, këto hinë nga kur gjithë ma njojë, s'ka kur për investit të. Ma mërmenjë dë këthejet e një. Dë këthejet së zbatë. Dë këthejet sepse va pa u palcët shtetëve dhe pronarët e hujë. Dhe është grek, dhe është italian. Po këshin qëtë fort rinja shqiptare, se si i shfridzojnë ato, veç unë e di që këmë gjanë në mekënim ka herët. Këthejnë vadon vetë një dy lekë të vitet, këthejnë dhe kjo të produse tu gjithë shka. Vëtë shtetë një vejdojë se s'ke ku t'i shetë, të botë qëshia, të botë bollok, të botë gruni, të botë gjithë shka. Por, inshallah këthejnë vendin e vetë, se kjo toka ma produse që mund t'kemë. Fshati Gjorice Poshtme në Bulqiz është ndër fshatrat më fushore dhe me tokën më prodhuese pasi ka ujë vaditës.